Jam 5 gjëra që çdo grua duhet të di pas moshës 70 vjeç. Ekspertët e shëndetit mendor dhe gerontologët theksojnë se jeta pas moshës 70 vjeç sjell ndryshime natyrore, por edhe mundësi për një fazë të re të jetës më të qetë dhe të vetëdijshme. Gratë që kuptojnë hershëm disa parime themelore mund të përjetojnë këtë periudhë me më shumë lumturi dhe pa stres. Mësimet kryesore përfshijnë: zgjidhni fjalët me kujdes. Nuk ka nevojë të reagoni ndaj çdo situate. Pyetja: a do të ndihmoj kjo fjalë apo do të lëndoj? Ndihmon të ruani dinjitetin dhe marrëdhëniet e mira. Dinjiteti është pasuria më e madhe. Të pranosh sukseset dhe gabimet e tua forcon vetrespektin dhe qetësinë e brendshme. Afërsia familjare, pavarësi. Ruani lidhjet me familjen, por mos e humbni pavarësinë. Balanca midis mbështetjes dhe autonomisë është kyçe për marrëdhënie të qëndrueshme. Gëzimet e vogla të përditshme, një kafe e qetë, një bisedë me mikun apo një tryezë e shtruar bukur sjellin kënaqësi dhe stabilitet emocional. Pranimi i ndihmës është shenjë force. Të kërkosh ose të pranosh ndihmë nuk është dobësi, por mënyrë për të ruajtur lidhjet sociale dhe shëndetin emocional.